Bashkimi Evropian do të ndihmojë bashkitë për rritje të investimeve dhe forcimin e kapaciteteve. Kryeministri Edi Rama u shpreh se kjo është një mundësi e mirë për përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Nuk mishëron thjesht një mbështetje financiare, por përbën një investim strategjik të Bashkimit Evropian për të nxitur rritjen e kapaciteteve të bashkive, rrisin kapacitetet e tyre njerëzore që janë edhe problemi ynë më impreht i kësaj kohe. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato renditi dhe përfitimet që marrin institucionet vendore nga programi mbështetës i Bashkimit Evropian. E para janë shërbime dhe infrastrukturë më e mirë për qytetarët. E dyta është zhvillimi ekonomik dhe vendor. E treta, institucione më të forta dhe transparente. Do të krijojë një qendër europiane që çdo bashki të përfitojë nga fondet e BE-s. Duam që zgjidhjet i përshtatin me nevojat përkatëse pasi sfidat ndryshojnë nga njëra tjetra. Së fundmi, duam të nxisim bashkëpunimin ndërbashkiak. Gonzato u ndal gjithashtu edhe tek reforma territoriale e cila vijon me diskutimet në kuvent. Procesi i reformave duhet të udhëhiqet nga sfidat territoriale, të ketë një ekuilibër. Ky proces është mundësi për të zhbllokuar plotësisht potencialin zhvillimor. Programi i Unionit për mbështetjen e bashkive zbatohet në partneritet me rrjetin e shoqatave të autoriteteve vendore të Europës Juglindore dhe shoqatën kombëtare të bashkive.